Ka pasur një përplasje në Kuvendin e Shqipërisë mes Elisas Spiropalit dhe zotit Berisha, ku Spiropali është drejtuar zotit Berisha duke thënë që më parë shkarkimin e saj e dinte Berisha se sa e mori vesh ajo. Duket sikur Spiropali po hidh akuza në fakt jo ndaj zotit Berisha, por ndaj zotit Rama dhe shkaku është ndoshta për largimin e saj nga posti i ministres. Për të folur mbi këtë temë dhe disa tema të tjera, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Gylsen Zhlim. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, besoj se ju e pat atë momentin kur Spiropali deklaroi për Berishën që si ka mundësi që e dinte më parë ai për shkarkimin e saj. Ajo duk sikur ishte në fakt një akuzë ndaj zotit Ramës se sa ndaj zotit Berisha. Duhet kemi parasysh që zoti Rama vazhdimisht bën lëvizje, por persona të cilët ai emëron ose i shkarkon nga detyra, sigurisht që për opinionin publik mbetet një nga lajmet e fundit, për shkak se edhe ata habiten vazhdimisht kur zoti Rama bën një emërim apo një shkarkim të tillë. Por shikoni të vërtetën. E vërteta është diku tjetër. Duhet keni parasysh që Partia Socialiste në këto momente që flasim është në një konflikt të brendshëm institucional, por edhe parimor, për shkak se zonja Balluku është shkaku i kësaj të ngjarje konfliktuale për ndryshimet në qeveri. Sepse zoti Rama nuk desh të bënte ndryshime në qeveri, po u detyruar pasi vendimi i GKK-s nuk u mërë në shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Por tani kush është loja? Loja është që zonja Spiropali të dukej në sy të publikut, por edhe të parlamentit, por edhe të antarëve të parlamentit që bëjnë pjesë në Partia Socialiste, sikur është një person i zhgënjur dhe ka guximin të godas zotin Rama në sallën e kuvendit. Kjo sigurisht për disa njerëz është kosto, por nga ana tjetër duhet të kuptojmë që kjo mund të jetë edhe një lojë e mirë menduar, organizuar nga zoti Rama dhe zonja Spiropali, që zonja Spiropali në momentin kur shfaq këtë qendrim publik, kjo të luajë një rol sinjalizimi te zoti Rama për sa i përket të një grushtimi të brendshëm në Partinë Socialiste nga grupi i zonjës Balluku edhe grupe të tjera të cilët filtrojnë grupin parlamentar Parti Socialiste. Pra, do të thotë që kjo ngjarje nuk tregon konfliktin, kjo tregon mënyrën se si zoti Rama do peshkoj tek do të thoya deti apo lumi, oqeani, ashtu siç e mendoni ju, vetë rastin e saj për sa i përket pjesës së qendrimit të saj publik. Pra do të thotë është një lojë e mirë menduar që persona të cilët dyshohet që mundet të bëjnë ndonjë lëvizje brenda Partisë Socialiste, ajo si e një e zhgënjur nga rasti i zotit Rama, do shkojnë grupe të ndryshme t'i afrohen që të kuptojnë që të bëjnë një pakt kundër zotit Rama, por kjo nuk është e vërtetë. Ajo është një urë komunikimi midis zotit Rama dhe grupeve të tjera të Partisë Socialiste, që të cilët janë në tentative sipër për të arritur atë që ne themi vazhdimisht, jo përçarjen, por grupime, grushtime, fraksione brenda Partisë Socialiste, për shkak se mënyra se si sot Partia Socialiste përballet në çfarë mënyre flasun gjithmonë. Përballet jo në aspektin ideologjik, jo në aspektin parimor, por në aspektin ekzistencial, sepse sot Partia Socialiste ka një goditje shumë të madhe ekzistencial, që do të thotë në rastin konkret zonja Spiropali po luan një lojë dhe ata të cilët janë në fraksione apo në grupime duhet të kenë kujdes, sepse në çdo moment zoti Rama mund të përdorë zonjën Spiropali për zgjedhjet lokale të 2027-s, pse jo edhe kandidate për Bashkinë e Tiranës, sepse ajo në mënyrën e saj që të duket e fortë kundrejt këtyre, duhet të mbledhë të gjithë grupet të ndryshme rreth vetes që t'i favorizohet që të marrë drejtimin e Bashkisë së Tiranës, që do të thotë
Zoti Rama po përdor një mekanizëm se si të afrojë në zgjedhjet e 2027-s zonjën Balluku përmes grupit të saj, zotin Veliaj përmes grupit të tij, që mos ketë asnjë lëvizje, asnjë rrjedhje votash, sepse zoti Rama është gati për në çdo moment të bëjë zgjedhje të parakohshme, por sigurisht që tani është gati për të vajtur në zgjedhjet e 2027-s. Prandaj duhet kemi parasysh dhe kujdes në të njëjtën kohë që zoti Rama përpiqet në çdo moment të ketë gati stafin elektoral për zgjedhjet e mundshme, si ato parlamentare të parakohshme, edhe ato lokale të cilët do të bëhen në 2027. Po ka cekni pak të përplasjen që thuhet në media mes Piropalit dhe Ballukut. Të jem realist me ju, unë nuk mendoj se ka përplasje. Në rast se do të kishte përplasje, do të kishim përplasje kur ajo ishte në ministri dhe ajo në atë pozitë, pra zonja Spiropali dhe zonja Balluku, ishte zëvendës kryeministre dhe sigurisht që do të kishim një ngjarje publike konfliktuale. Por jo, nuk është kjo e vërteta, sepse zonja Spiropali e kupton shumë mirë që situata që është krijuar është një situatë jo normale për Partinë Socialiste tani e tutje, është një situatë që kemi të bëjmë me dy vatra shumë të rënda për Partinë Socialiste dhe rilindjen, sepse zoti Veliaj dhe zonja Balluku vinë, edhe zonja Spiropali mos gaboj, vinë nga rilindja, pra nuk është se kanë qenë antar të Partisë Socialiste në kuptimin një historik të gjatë në Partinë Socialiste, po vinë pas 2010-s dhe bashkë me zotin Veliaj, zonja Spiropali, por në të njëjtën kohë edhe zonja Balluku ka qenë pranë zotit Rama në Bashkinë e Tiranës, por ajo nuk ka është se ka mbajtur pozicione kyçe në Partinë Socialiste, po thjesht ka qenë personi më i afërt i zotit Rama në Bashkinë e Tiranës. Konflikti që mundet të ketë lindur mund të jetë institucional, por nuk mund të jetë për shkak të karrikës apo të cenimit të një karrike vendimarrëse të zotit Rama. Kjo do të thotë që zonja Balluku dhe zonja Spiropali nuk kanë asgjë për të zgjidhur dhe asgjë që mos të merren vesh, sepse pikërisht që të dy janë persona që raportojnë drejt për së drejti te zoti Rama dhe janë po ashtu njësoj persona të cilët ekzekutojnë çdo porosi që zoti Rama i jep. Fjalit apo më mirë mesazhet ose thashethemet që flasin për një konflikt, unë mendoj se nuk ekziston, por ata do të bëjnë patjetër një konflikt në rast se është i porositur nga zoti Rama që mesazhi të kapërcej përtej derës së Partisë Socialiste dhe qeverisë tek qytetarët që edhe Partia Socialiste pas ka individ të cilët e ngrejnë zërin dhe nuk pranojnë që një person të gabojë vazhdimisht, po duhet tani të kemi edhe një opozit brenda Partisë Socialiste për shkak se tek Partia Demokratike kemi parë se si ka funksionuar. Prandaj është një nevojë ekstreme që të lindin konflikte në situata të tilla si janë sot me mandatin e zonjës Balluku.